Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi mbar besimtarët tanë në kënd botës kudo që jetojnë dhe veprojnë. Vëllezër e motra, falënderimet më kulmore i takojnë Allahut, krijuesit absolut gjithësisë, i cili na ka begatuar me iman, na ka nderuar jashtëzakonisht me Kur'an dhe me Islam përgjithësi, sikurse e dim gjithë edhe e përjetojmë çdo ditë, në veçanti kur arrim muajin e bekuar të Ramazanit, e ndjejmë edhe më thellë se çfarë do të thotë të jesh besimtar i Allahut. Unë jam jashtëzakonisht i lumtur që Allah ma mundsoi edhe një Ramazan me përjetu edhe juve më pa këto fytyra të bukura, të ndriçuara, edhe fatmirësisht po ju shoh përgjithsisht gjithë mirë, bile me do fytyra edhe të reja edhe të shtuara, elhamdulillah. Kjo është një prej siharrëqeve të Allahut subhanahu wa taala që ai besimtarëve të tij në prag të këtij muaji të bekuar. Madje ne jemi fillimisht në natën e parë të këtij muaji, vetëm se kemi hyrë me lejen e Allahut që nga koha që është fal namazi i akşamit sot. Dhe kjo padyshim se është një begati e jashtëzakonshme. Vetëm një besimtar i cili e ndjen imanin, e ndjen besimin, edhe e synon objektivin kryesor të këtij muaji dhe të fesë islame në përgjithësi që është devotshmëria, e kupton se çfarë dua të them. Pra është një misi e jashtëzakonshme të arrish edhe një Ramazan, ti nënshtrohesh Allahut subhanahu wa taala edhe më thellësisht, edhe më sinqerisht, të pastrohesh edhe më tepër, dalësh sa më fitimtar nga gjithë ky muaj dhe të fillosh vitin shpirtëror ashtu siç Allahu subhanahu wa taala kërkon për nesh, nga se unë për herë dhe them që Ramazani është fillim viti shpirtëror. Pra është muaji në të cilin ne gjenerojmë energji, imunitet, besimor, pastaj edhe gjenerojmë edhe devotshmëri për të vazhduar gjatë gjithë vitit pastaj me këtë intensitet të devotshmërisë. Në momentin kur fillon edhe zbehet kjo, sidomos në 6 mujorin e dytë pas Ramazanit, atëherë vjen tjetri dhe kështu Allahu neve çdo herë na përtrin me ibadete të ndryshme. Ne të gjithë e dim ajetin kuranor që Allahu subhanahu wa taala e përmend konkretisht dhe specifikisht për Ramazanin. Allahu thot: "Ja ayyuhalladhina amanu", o ju që keni besuar, kutiba alaykumus siyam, u është bërë juve obligim agjerimi, kema kutiba alal ladhina min qablikum, ashtu siç u është bërë obligim edhe atyre para jush, pra popujve para jush, la'allakum tattaqun, në mënyrë që të jeni të devotshëm. Nuk është se hoxhallarët në Ramazan kanë me thonë diçka të re. Nuk është se dietarët edhe gjithë thirrësit islam kanë me prurje të reja nga ajo që Allahu subhanahu wa taala ka thonë. Nëse njeriu nuk ka nevojë për me pru diçka të re. Ka nevojë për përjetime të reja nga ato që Allahu subhanahu wa taala i ka thonë. Fjalët e Allahut mbeten të përhershme, edhe mirësia këtyre fjalëve është çdo herë e begat. Pra begatia këtyre fjalëve është çdo herë prezente. Nuk ka nevojë me thonë diçka të re. Ka nevojë me pas përjetime të reja mbi bazën e këtyre ajeteve dhe haditheve të Muhamedit Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allahu thot: "O ju që keni besuar", fillimisht Allahu na drejtohet neve me një epitet përkthjelës, me një epitet dashurie. Allahu na trajton mbi bazën e vlerës kryesore që ne e kemi, e që është imani. Allahu thot: "O ju besimtar", nuk ka vlerë më të madhe se sa ti je besimtar i Allahut. Dhe kjo vlerë më së miri kuptohet dhe përjetohet në ditët e sodit, ku shumica e njerëzimit jo vetëm që nuk janë besimtarë të Allahut, por edhe irritohen me i quajtur besimtarë të Allahut. Nga mosbesimi, nga mishrimi me mëkatet, me gjunat të ndryshme, ndërkohë që ne si besimtarë ti që jemi krenar dhe ndjejmë lumturi sa herë që Allahu na drejtohet: "O ju besimtarë". Pra Allahu nuk i drejtohet çdo kujt me këtë epitet, me këtë thirrje kaq të bukur. Vetëm atyre që e duan Allahun, e besojnë Allahun, e dëgjojnë Allahun dhe i ndjekin mësimet e Allahut subhanahu wa taala. Andaj duhet të ndjehemi krenar për këtë epitet lartë që Allahu na ka dhënë. Kjo është një vlerë e jashtëzakonshme. Gjithë botën më na e dhon. Madje gjithësinë nuk mund ta kompenzojë vetëm një sekond jetës tonë si besimtar. Kaq e vlefshme është, sepse e gjithësia është krijuar pikërisht për besimtarët e Allahut subhanahu wa taala. Pra janë besimtarët ata që japin kuptim gjithësisë. Janë besimtarët e Allahut ata që japin kuptim edhe jetës në këtë botë.
japin kuptim edhe botëve tjera, atë të botës shtazore, bimore dhe gjitha botëve tjera. Jemi ne ata për cilët Allahu subhanahu wa taala ka krijuar gjithësi dhe ka nënshtruar edhe botën bimore dhe botën shtazore dhe çdo gjë tjetër që jeton me ne apo bashkëjeton me ne. Pra është një vlerë jashtëzakonshme. Prandaj Allahu thot: "O ju besimtar, u është bërë juve obligim agjerimi që i bie, u është bërë juve obligim një vlerë e jashtëzakonshme që i përmbush nevojat tona para sa ne jetojmë. Ne në parim e dim se Allahu subhanahu wa taala nuk na ngarkon me diçka që është në dëmin tonë. Është e pamundur Allahu me na obligu diçka që është në dëmin tonë. Njerit edhe është e pamundur me na obligu Allahu me diçka që është e panevojshme për ne. Pra derisa Allahu thot, unë ua kam bërë juve obligim agjerimin, i bie që ne kemi nevojë për këtë agjerim. Dhe i bie që përmes këtij agjerimi ne ngritemi dhe përndritemi. Pra krijesa njerëzore, për aq sa të jetoj do të ketë nevojë për ushqim shpirtëror dhe një prej ushqimeve më të mira shpirtërore është agjerimi. Prandaj kushdo që agjeron për hir të Allahut dhe ndjen agjerimin si një adhurim tejet fisnik edhe i begatshëm, e kupton se çfarë do të thotë të jesh agjerues për hir të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ne kur dalim prej Ramazanit e ndjejmë këtë miqësi me këtë muaj të begat. Edhe ndjejmë këtë ngrohtësi që e përjetojmë në zemrat tona dhe në shpirtrat tona përmes agjerimit që ne ja manifestojmë Allahut subhanahu wa taala. Pra është diçka që përjetohet dhe nuk përshkruhet. Për këtë arsye të tjerët çuditen me ne se si agjerojmë ne për orë të tëra, 18 orë, 20 orë, kemi pas kohra që dikush ka agjeruar 22 orë, sidomos në vendet skandinave. Pra çuditen njerëzit se si kanë mundësi besimtarët musliman me sakrifiku aq gjatë, mos me ngran, mos me pi, mos më afru edhe më dashurët të tyre, sikur si janë gratë dhe fëmijët, me e respektu Allahun deri këtë nivel, sepse ata nuk e dinë ndjesinë dhe ushqimin e të qenit i devotshëm karshi Allahut. Ata nuk e kuptojnë vlerën e të qenit besimtar, sepse kjo përjetohet, kjo nuk përshkruhet. Prandaj edhe nëse dikush dëshiron me testu veten, thotë hajt, po agjeroj pak për disa çaste me muslimanët. Dikush mund të agjeroj për 2 orë, e dikush mund të agjeroj një ditë të tërë. Pra komplet ditën e agjeron sikur se agjerojmë ne besimtarët e Allahut subhanahu wa taala. Por prapë megjithatë, ata nuk mund ta përjetojnë atë që e përjetojmë ne. Për arsye se për me përjetu atë që e përjetojmë ne, do të me pas imanin. Do të me pas qelsin me vete, kodin. E këtë kod e ke vetëm kur e besojmë Allahun, ashtu siç Allahu na mëson dhe ashtu siç pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam na orienton. Pastaj Allahu tregon se përmes këtij agjerimi i ka edukuar dhe brezat para nesh. Pra nuk është agjerimi diçka e re për muslimanët, për ummetin islam e para së gjithash për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kema kutiba alel ladhina min qablikum. U është bërë juve obligim agjerimi sikurse është bërë obligim edhe atyre që ishin para jush. Pra bëhet fjalë për popujt para jush, për pejgamberët para jush. Pra në një farë forme Allahu po i drejtohet Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam dhe po i thot: "O Muhammed, kjo nuk është diçka e re. Ky është një edukim shpirtëror me të cilin unë i kam edukuar pejgamberët para teje dhe rrjedhimisht edhe popujt e tyre përmes tyre." Pra, edukimi përmes agjerimit është një prej edukimeve më të mirëfillta edhe më madhështore që Allahu subhanahu wa taala i ka eduku popujt para nesh. Dhe Allahu ka dashur që përmes këtij edukimi ta finalizojë edhe shpallën e fundit, atë të Islamit, sepse përmes edukimit, përmes agjerimit, ne mund të arrijmë gradat më të larta të vetëpërmbajtjes, të moralit të lartë, edhe të devotshmërisë reale që Allahu subhanahu wa taala e kërkon prej nesh. Për këtë arsye, Allahu i thot Muhammed Mustafas se një gjë e tillë ka ndodhur edhe tek pejgamberët para tij edhe tek popujt para tij, edhe na drejtohet edhe neve, që i bie ne jemi shumë të nderuar, sepse ne jemi trashëgimtar të një dukurie dhe të një adhurimi me të cilin Allahu i ka nderuar popujt më fisnik të kohrave të lashta. Pra, fillimisht i ka nderuar njerëzit më fisnik, njerëzit më devotshëm që janë pejgamberët dhe përmes tyre dhe popujt e tyre. Dhe akoma më e lartë bëhet fisnikëria kur ne e dimë që ne jemi umeti më i mirë, pra jemi populli më i mirë i gjitha popujve tjerë, sepse ne jemi pasues të më të mirit. Jemi pasues të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Normalisht përgjegjësia mbi ne nuk është sikurse përgjegjësia që ka qenë mbi supët e atyre para nesh, nga se përgjegjësitë e tyre kanë qenë lokale. Kanë pas bën vetëm me popujt e tyre, me rrethonat e tyre. Ne jemi përgjegjës për gjithë umetin, jemi përgjegjës për gjithë njerëzimin, sepse obligimet që ne i bartim mbi supët tona janë obligime kolektive, gjithë shoqërore, madje gjithë njerëzore. Sepse pejgamberi Allahut
është pejgamber i gjithë njerëzimit. Dhe rrjedhimisht edhe ne si ummeti i tij jemi përgjegjës për gjithë njerëzimin. Mënyra se si ne e pranojmë agjërimin, mënyra se si ne aplikojmë agjërimin, është një model për gjithë ata që dëshirojnë të njihen me Islamin. Prandaj besimtarët islam përmes agjërimit që e kryejnë gjatë këtyre ditëve të bekuara të Ramazanit, ata realisht edhe e shpërfaqin përgjegjësinë e tyre që e kanë karshi Allahut fillimisht, pastaj edhe karshi njerëzve në përgjithësi. Ata duhet të tregojnë seriozitet të lartë përmes agjërimit të tyre. Nga se vetë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që ne përmes agjërimit duhet ta synojmë devotshmërinë dhe kushdo që braktis diçka prej ushqimit apo prej pijeve të caktuara, por këtë nuk e bën për të arritur devotshmërinë, e bën për diçka tjetër, për ndonjë qëllim fisnik, por jo atë më të lartin. Dikush mund ta bëjë për organizmin e tij, për dietë. Dikush mund ta bëjë thjesht për provë, se çfarë do të thotë jesh agjërushëm. Por ta bësh për hir të Allahut dhe për të arritur devotshmërinë reale, kjo është fisnikëria më kulmore. Prandaj thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam: "Men lam yada qawla az-zuri wala 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba." Kushdo që nuk e braktis fjalën e pamoralshme, fjalën e pamatur, fjalën e keqe dhe veprimin me atë fjalë, atëherë le ta di se Allahu nuk është i nevojshëm për braktisjen e ushqimit dhe të pijes që një besimtar mund ta bëjë. Pra synimi përmes agjërimit nuk është thjesht sakrifica fizike, por para së gjithash është edukimi shpirtëror. Prandaj Allahu e përmbyll ajetin kuranor dhe thotë la'allakum tattaqun. Unë va kam bëju juve obligim agjërimin, sikurse va kam bëu obligim edhe popujve para jush. Për çfarë qëllimi? Që të jeni të devotshëm. Po çfarë do të thotë të jesh i devotshëm? Dhe kjo është pyetja që na duhet m'ia parashtruar vetes pikërisht nga kjo natë. Pra le të jetë kjo nata, le të jetë kjo piknisja e arritjes së devotshmërisë sipas asaj që Allahu kërkon dhe sipas asaj që profeti i Zotit alayhi sallam na mëson, jo sipas asaj që mendojmë ne. Pra, ne duhet që nga kjo natë t'ja bëjmë vetes niyetin e përgjithshëm apo niyetin kushtëzues, sepse ka niyet kushtëzues edhe ka niyet plotësues. Niyeti kushtëzues është para Ramazanit, ne e bëjmë përgjithsisht niyet që me agjëru komplet këtë Ramazan, edhe me i kry gjitha ibadetet që i përfshin ky muaj i bekuar, vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Siç ka në hadith, men sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush agjeron Ramazanin me iman, me besim në Allah dhe me shpresë në shpërblim, i falen gjitha mëkatet e mëparshme. Andaj ne sot duhet t'ia bëjmë Allahut këtë niyet. O Allah, po e filloj komplet të Ramazan me agjërim, me solidaritet, me namaz nate, me çdo gjë që unë e kryj për gjatë këtij muaji për hir tëndin, o Zot, vetëm për ty, për askën tjetër. Jo për më thonë dikush që jam besimtar i devotshëm, as për me hyj dikujt në huje në qef, por vetëm me fitu kënaqësinë tënde ya Rab. Edhe me shpresë që ti ke më shpërbly. Ky është niyeti kurzues, niyeti plotësues apo niyeti përsosës është ku ne para çdo vepre që e bëjmë për gjatë këtij muaji dhe thuaj pastaj edhe për gjatë gjithë jetës tonë, ne e paraprim me përtrijet niyetit. Kjo nuk lejon që me na oprish ndonjë niyet i caktuar. Edhe nuk lejon që diçka më ndodh me e gërvish atë niyetin kurzues që e kemi bën në fillim. Konkretisht sonte për shembull, nëse e kemi bën, nuk lejon që përtrija e niyetit me ndodh diçka dhe me na gërvish këtë niyet që e kemi bën për hir të Allahut, krejt në fillim të veprës së përgjithshme që është agjërimi i muajit Ramazan. Prandaj nëse na e fillojmë kësaj, gjatë gjithë këtij udhëtimi, një mujor, pastaj edhe një vjetor, edhe gjithë jetësor, përmes përtrirjes së niyetit që na e bëjmë, nuk lejojmë me na uzbe raporti ynë me Allahun subhanahu wa taala. Dhe asgjë nuk duhet të jetë më e rëndësishme për ne se sa përtrirja e niyetit. Të arrish devotshmërinë do të thotë që ta edukosh veten që në privatësi të jesh më i mirë se sa në publik. Kjo është e para. Pra nëse na nuk ja qesim vetes synim që mu bë më të mirë kur jemi vetë, se sa kur jemi me tjerë, atëherë realisht nuk e synojmë devotshmërinë konkrete. Sepse synimi është na mu bë më të mirë kur jemi në privatësi, kur s'na sheh askush përpos Allahut subhanahu wa taala, se sa kur jemi në publik. Sepse në publik ne kemi mundësi me qenë shumë të mirë. Takimet tona janë fazat caktuara në periudha caktuara kohore. Ne mund durojmë edhe përballë disa fyrjeve eventuale. Mund ta durojmë edhe një shikim të shtrembër. Mund ta durojmë edhe ndonjë ofendim të momentit. Këtë mund t'i durojmë. Por kur jemi vetëm, mes nesh dhe mes Allahut subhanahu wa taala, ajo dëshmon se
kush jemi realisht. Kur jemi vetëm ne dhe Allahu, ku na dalin para syve shumë gjinoa. Ku na japën mundësit na me e hidhru Allahun subhanahu wa taala. Në qovë se arrim na prej tash me fillu që të Ramazan, për mu bo më të mirë kur jemi vetëm se sa kur jemi me tjerë, atër me të vërtetë të synem devotshmërinë sipas asaj që Allahu kërkon. Pastaj të jesh i devotshëm do të thotë më afro Allahut më tepër se sa që i afro vitin e kalum apo Ramazanin e kalum. Pra ky Ramazan le të jetë Ramazani që na afron edhe më shumë me Allahun subhanahu wa taala. Njeriu duhet përjetojë ndryshim pozitiv. Pra duhet të avancojmë. Nëse po synojmë të avancojmë në çdo gjë që ka të bëjë me çështjet ekonomike, me çështjet materiale, pra na s'po mjaftohemi me çat ekonomi familjare që mund ta kemi. Dëshirojmë me zgjeru biznes dhe kjo është krejtësisht normale. Njeriu i aftë, njeriu që gëzon aftësi edhe mundësi për më zgjeru materialisht edhe ekonomikisht duhet me bëni gjatë tillë. Pse mos me bë? Sepse shtohet produktivitetin në shoqëni. E para se gjithashtu na do të më bëj çet punë me çështjen spirituale, me çështjen imanore. Hajde të avancojmë. Hajde të zgjerojmë sferën e devotshmërisë. Hajde të kalojmë në një nivel keqësisht tjetër, të investojmë në shpirt më shumë se sa që po investojmë në xhep. Ndonë se mund të bëjmë të dyjat paralel në mënyrën më të mirë të mundshme. Por me anashkalu çështjen shpirtënore, edhe me i dhënë përparësi çështjes lëndore, atëherë kjo nuk është në rregull, kjo nuk është devotshmëria reale. Dhe e treta është që nëse dëshirojmë të jemi të devotshëm, atëherë duhet me u fut në këtë Ramazan me një zemër të pastër, të çliruar nga çdo lloj ngarkese, nga çdo lloj urrejtje. E kanë pyet Abdullah ibn Mesudin, sahabiun e madh dhe të nderuar. I kanë thonë, si e keni prit ju Ramazanin? Çfarë pritje i keni bën Ramazanit? Ka thonë, wallahi, kur ka ardhur Ramazani, kur e kemi pa hënzën apo gjysmë hënën, thot s'kemi pas guxim me u fut në të e me pas ndonjë urrejtje ndaj dikujt prej muslimanëve. Jemi tut për Allahut me u fut në Ramazan e me pas ndonjë hatërmbetje apo ndonjë urrejtje ndaj dikujt prej besimtarëve. Edhe pse ai dikush ndoshta e meriton me urrejt. Edhe pse ai dikush ndoshta të ka bërë padrejti të madhe. Këtë në rregull. Ama çka synojmë na? E synojmë xhenetin, e synojmë faljen e Allahut. E për me hyrë në xhenet duhet me ia dëshmuar Allahut. Duhet me fal për më fal, duhet me mëshiru për më mëshiru, dhe ky është momenti edhe rasti më i volitshëm për me bëni gjë të tillë, sepse përmes faljes ne dëshmojmë fisnikëri para Allahut subhanahu wa taala. Kaq sa i përket natës së sonme, normalisht sikur se e dini, xhamin tonë do të falim me hatme. Allahu na dhash shëndet.